Hyr. Mirëmëngjesi, bukuroshet e rezidencës e Eupoglu. Mirë. Ku është kafeja ime e mëngjesit? Valla, do ta sjellim atë. Valla, ne kemi diçka për t'ju thënë. Mirë, pra, më thuaj çfarë do? Valla? E dini, ishte ky programi televiziv. Ata raportuan diçka? Dhe ti the diçka të raportuar? Një nga ata që raportuan Valla, mund t'i përgjigjem njërë telefonit, pastaj vi. Mirë, përgjigju dhe e. Do t'vi tani. Çfarë do, Fidan? Ai, teze Haxher. Në fakt të thira për të falenderuar, të faleminderit. Për çfarë faleminderit? Sa dola nga banka unë. I pagova të gjitha borxhet e mia me paratë që më dhe. Më shpëtove mua. Sigurisht tani mund të vish të qëndrosh me mua disa ditë. Të ishte ashtu. Sikur ti jepja këto para për dobin tënde. Sikur të ishte kështu. Mbylle tani, mbylle. Në rregull? Ju nuk keni bërë mirë, por në rregull. Ti më shpëtove jetën në fund mua. Më shpëtove. Neve nuk na pëlqen që të jemi në borxhin e dikujt. Dhe tani do t'ju jap informacionin që duhet të kisha. Atë borxh për të cilën kërkove 10 milion dhe the se nuk mund t'ja mbathje vetëm me një palë vëth? Pikërisht po flas për të. A pyete se në cilin kosh të plehrave është të hedhur Gylajsha, apo? Dhe se kush është ky person që i bën fëmijët të lypin, a më the? Të dëgjoj? Një burr me emrin Çatall. Çatall? Po ashtu? Mbesa jo të uhut në plehra në vendin e tij. Ai duket si një pirat me një mbulesë në sy. Një njeri shumë i çuditshëm. Me një sy të fashuar? Zotri Rizam është një burr në derë. Ai dëshiron të atakojë zotrin Menderes. Kush është në këtë orë? Nuk i di zotri. Një njeri i çuditshëm, ai ka një fash me një sy. Çfarë biznesi mund të ketë një njeri me një fash në sy me ty, Menderes? Menderes, ai është parukjeri im. Dje i lyeva flokët, por harrova ta bëja pagesën. Mos e shiko asnjëherë më familjen time, shikoja tënden. A kuptove? Shikoni se si foshën nga shtëpia juaj përfundoi pikërisht në vendin ton. Halla e saj. Menderes. Më jep
Më jep paratë e mia, po tallesh me mua. Jo, më jep fëmijën, më jep zemrën, më jep zemrën. Ma kthej vajzën time, ma kthej të lutem. A je nëna e saj? Po, do t'ju dorëzoj tek policia. Do të na dorëzosh tek policia? Ha? Do të na dorëzoni atje? A do t'i tregosh gjitha? Lëshom! Do ta bëjmë kështu. Kur të marrim videon nga Suati, do ta presim pjesën ku jemi ne të dy, do ta lëm vetëm momentin kur Aliu e godit me thik. Dhe e dërgojmë në polici më pas. Pastaj do të dalim jashtë. Edhe nëse hetimët na akuzojnë për faktin se kemi vrarë Baharin, kjo do të jetë shpifje. Të gjithë janë tradhtar. Erdha të mbaj premtimin. Urdhroni? Nëse nuk do, mund të flasim dhe jashtë. Dëshiron të ulesh? Po të dëgjoj. Sa po mora një mesazh në radio. Një fëmijë pas 3, pas ka plagosur me thik një vajzë. Kur unë arrita në vend ngjarje, vajza u mor me vete në ambulancë. Dhe personi i pas 3 u arrestua. Jakupi? Pastaj,
erdha në spital për t'ju marrë në pyetje. Por kur unë arrita ju janë mbathët. Mësova se nuk kishit letër njoftim. Mirë, atëherë kuptova se ju jeni fëmijë të pastre. Unë jam një jetim që jetoj në rrugë. Ti tregova ty sekretet më të rëndësishme të jetës time. Por doli që ti e dije shumë kohë më parë këtë. Jam shumë budallaqe. Nuk është kështu. Nuk është kështu. A mund të vazhdosh? Njëherë dëgjova Merxhanin dhe Zibkinin që flisnin. Çatalli po i ndiqte. Ata po iknin prej tij. Pastaj mendova se nëse unë afrohem me ty, mund të të mbroja. Atëherë planifikova të arrestoja Çatallin. Gylajshe, tani dëgjo, unë e kam ndjekur këtë poshtërsi që kur jam bërë polic. Qëllimi im i vetëm është të shpëtoj fëmijët. Njësoj si yti. Prandaj ne e dërgove Jakupin neve? Ai do të kujdeset për ty. Dhe në të njëjtën kohë unë e shpëtova nga Çatalli. Jakupi nuk ka familje. Por tani ka një familje që e do atë. Gylajshe, të përgjerohem, më fal. Po të më tregoje se ishe një polic. Do të doja edhe më shumë ty. Do të më dashuroje? Mos fol si në të kaluarën. Barbar, unë ndjeva diçka kur të pash ty për herë të para, e di? Dielli u ngrit. Edhe koha madje ndaloi për mua. Madje debatuam për këtë me vëlla Sabitin, se si është e mundur të ndalohet koha. Brenda asaj kohe të ndaluar, isha vetëm unë, edhe ti në atë kohë. Nuk ishte frikë. Nuk ishte asnjë shqetësim. Nuk ishte tradhtar. Nuk ishte. Asgjë të gabuar nuk ishte aty. Aty isha unë, edhe ti. Doja që të qëndronim në atë moment. Fiks në atë moment. Të doja sikur të ishim vetëm ne të dy në këtë botë.
Por ti më le të vetë me mua në këtë botë. Nuk të lash. Nuk të lash, unë jam këtu. Nuk je. Nuk je. Unë jam vetëm një pjesë e vogël në botën tënde. Ndërkaq ti më more mua dhe më hodhe në plera. Ndërsa tani, unë e plotësova premtimin tim. Të dëgjova ty, edhe ti më dëgjove mua. Me qenë se mbaruam ato që kishim për të folur? Gylajshe. Do t'ikësh? Do të shkoj. Të lutem. Mos u paraqit para meje përsëri. Ndoshta ti bashkëpunon me vëllezërit e mi? Që të gjithë ta kapni çatallin? Ndoshta. Por largohu nga unë, të lutem. Gylajshe. Mos e jam. Asnjëherë në botën time. Barbar komisar. Ti vërtet e dëshiron këtë? A do të bëjtë e lumtur? Më thuaj, a ke dëshirë të buzëqeshësh? Është e vërtet? Ti nuk e the këtë. Gylajshe. Nëse e di se kjo do të të bëjë të lumtur, atëherë nuk do të afrohem kurrë më, por e di që nuk është. Ti qam për shkakun tim. Unë do t'i thaj lotat. Ti e ndjeve veten sikur je në fund të plerave, edhe unë do të futem aty. Nuk do të flasësh me mua. S'ka nevojë. Nuk do të më shikosh mua, mos më shiko. Përse atëherë? Përse? Sepse jam i dashuruar si i çmendur në ty. Po vdes nga dashuria për ty, Gylajshe. Nuk mund të besoj më ty. As unë nuk do t'i besoj vetes. Kur të zbulosh se çfarë tjetër jam duke fshehur nga ti, do të çmendesh. E di. Nuk do të më shikosh në sy, por nuk më intereson. Gylajshe, unë të pyeta vetëm një gjë. Nuk do të shkoj askund, derisa të jemi sigurt se do të jesh e lumtur pa mua. Ta dish këtë. Unë tani më nuk mund të besoj këtyre fjalëve. Çfarë dëshiron? Çfarë dëshiron? Çfarë do? Jam shumë kurioz. Si nuk e ke vrarë ende Menderesin që i vodhi jetën të dashurës tënde, dua ta di. Mjaft fole për Menderesin. Pse e vure aty foton e nënës time?
Do të flasim për këtë, do të flasim, pa merak, së pari, dua të them diçka tjetër, barbari nderuar. Eja në vendin ton për 1 orë dhe ndërsa jeni duke vozitur mendo pak. Pse Çatalli nuk i tha Menderezit se dyshoni për të? Mendo mirë për këtë. Çatall! Po e thret vdekjen tënde! Mendove? A gjetët një përgjigje? Pse nuk i thash Menderesit, fol? Sepse ti mendon se do të të shpëtoj ty, jo Menderesin, apo jo? Përgjigje e pasakt. Mendova se do ta lësh çështjen për të shpëtuar nënën tënde. Nëse e luan siç duhet, do të shpëtoj një jetë. Apo jo? Si ashtu? Një fjalë nga ju do të më bëjë të besoj se nëna ime është fajtare? Më beson? Ti tani e besove? Sepse je një djalë i zgjuar. Ju ndoshta tani e keni kuptuar pse nëna juaj nuk ka dëshmuar kundër meje. Prit një minutë, prit. E kuptova mirë unë këtë? Unë ta mbyll çështjen vetëm e vetëm që të mbroj nënën time dhe ti të dalësh i pastër nga kjo, apo jo? Ashtu është. Sepse ti nuk je ai që dërgon nënën në burg. Nën? Ky tipi thot se ti je ajo që e hodhi në plehra Lara e Jupoglun. Përgjigju tani Shirin, të lutem. Më thuaj kush e mori foshqen nga krahët e nënës, thuaj këtë? Tani mbyllet çështjen, komisar, apo? Prokuror,
Në rastin e Eupoglut, ka dalë një tjetër i dyshuar. Shirin Tunali. Mirë, prokuror. Do ta dërgoj bashkë me Gjemalin. Mirë, Gjemal, mirë, le të flasim, mirë, të lutem. mere Shirin Tunali dhe qojen prokurori. Atje do të dëshmoj. Miri, të lutem. Gjemal! Motër Shirin, të shkojmë. O, birë. O, birë, mos u shmende, mos u shmend. Apo e dërgon nënën tënde në prokurori, hë? A do ta fusësh nënën tënde në burg, hë? Mua s'mund të më bësh asgjë. Sa po të më fuzësh mua në burg, Pamiri do ta vras dimën. Wow! Pamir! Më jep diçka të pastroj hundën. Vëlla, çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi, vëlla? A barbari e ka bë këtë? E bëri kur e mori vesh se ti ishe baba i tij, a? Si do ta dinte ai? Nga do ta dinte ai? Nuk kisha kohë të thosha se isha baba i tij. Dhe ai tani më e kishte ndaluar nënën. Të zë Shirin, është mirë të zë Shirin. Nuk është. Jo, nuk është as pak mirë. Edhe vetë djali nuk mendonte për nënën ashtu si edhe ti. Vëlla, si ashtu? Vëlla, më thuaj të lutem. Si mund të arreston të Shirinin? Ai me të vërtetë e arrestoi atë. Djali im i çmendur telefonoi prokurorin. Tha se kishte një të dyshuar tjetër, Shirin Tunali. O, dreqja i arrestoi nënën e tij. Pamir. Bir, mendo çfarë do të na bëj ai që djeg nënën e tij. Vëlla, çfarë do të ndodh tani? Nuk e di. Por nëse Shirini i thot prokurori gjithçka, atëherë mbaruam. Barbari dogji të gjitha anjet. Ai nuk e njeh nënën apo babain. Urgjent duhet të bëj një plan të ri. Urgjentisht. Ai as nuk u lëkun dërsa arrestoi nënën e tij. Përgjigju Shirin, thash. Shirin! Më thuaj kush e ndau fëmijën nga nëna, më thuaj.
Duat lartë, je arrestuar. Mos jam bath. Do t'ju njoftojmë nëse ka ndryshim. Zotri Nizam, ti the se nuk dyshoj për kujdestarën e shtëpisë Shirin, por a jeni sigurt? Sigurisht. Ajo nuk do ta bënte këtë. E njohim nga fshati. Ajo është si një diamant. Përveç kësaj, ju e keni marrë në pyetje të gjithë. Shirini ja u morë në pyetje gjithashtu. Po e morëm në pyetje, por ende nuk mund të them se dyshoj. Ndonjëherë pronarët e shtëpive janë fajtor për rëmbimin e fëmijëve. Nëna ime nuk do ta bënte këtë. Larguni dhe gjejni fajtorin e vërtet. Kjo nuk është nëna ime. Nëna fjeti me mua. Ajo ishte pranë meje. Mirë, Luanim, unë nuk e fajsova atë. Mirë. Shko gjeje fajtorin e vërtet. Mirë, Barbaros, qetësohu tani. Nëna e donte shumë Larën Xhaxha Nizam. Edhe ti e di këtë. Ajo nuk do ta bënte këtë. Bire, e në vete, Barbar. Mos u çmend, nuk është koha për këtë. Ka ende shumë për të bërë. Mos u çmend! Mos u çmend.